Një shqiptar krijon fshatin e tifozëve të Kupës së Botës në Newark, në New Jersey. Me afrimin e Kupës së Botës FIFA, shqiptaro-amerikani Kreshnik Berisha po sjell në zemër të Newark një projekt ambicioz që synon të bashkojë komunitetin përmes pasionit universal të futbollit. I studenti i Universitetit të Araxhës Newark dhe sipërmarrës i njohur lokal krijoi Newark Fan Village, fshatin e tifozëve, një hapësirë festive gjithëpërfshirëse që funksionon që nga 11 qershori dhe do shkojë deri më 19. Korriki diplomuar në vitin 2024 në mastër në çështje globale, Berisha e përshkruan Newark si një fshat global ku kultura, gjuhët dhe traditat bashkëtojnë natyrshëm. Fshati i tifozëve është vendosur në parkingun e restorantit Iberia në lagjen Ironbound, një zonë njohur për komunitetet portugeze, braziliane, latino-amerikane, ku futbolli është pjesë e identitetit kulturor. Vizitorët do kenë mundësi të ndjekin ndeshjet në ekrane gjigande, të vizitojnë tregun e bizneseve lokale dhe të marrin pjesë në aktivitete familjare, programe shëndetësore, shfaqje artistike e aktivitete kulturore. Një diplomati shqiptar i rindur në New Jersey, Kreshnik Berisha, ka hapur disa biznese të suksesshme në Newark dhe synon të promovojë historinë, kulturën dhe potencialin e qytetit. Araxhës Newark ishte një nga sponsorët kryesor të nismës e konsideron projektin një shembull shkëlqyer të bashkëpunimit mes universitetit dhe komunitetit.